për të thënë Niko Peleshit nuk i kanë pëlqyer deklaratat e disa eksponentëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim në lidhje me koalicionin. Nga Korça, Peleshi tha se qeveria dhe ministrat duhet të fokusohen tek puna pasi nuk ka kohë për të marrë me të tilla lojra politike. Qeverisja, kryeministri, gjithë anëtarët e kabinetit, gjithë kolegët e mi, sot janë krye të punëve, jo vetëm gjatë javës, por dhe fundjava është për ne një ditë pune, sidomos në terren, gjithnjë dhe më shumë në terren. Kemi detyra të mëdha. Nuk ngelet kohë për asnjë anëtar të kabinetit, pavarësisht se kë forcë të koalicionit përfaqëson, për të marrë me lojra politike. Zëvendës kryeministri tha se Lëvizja Socialiste për Integrim ka një ftesë të qartë për bashkëpunim edhe për 4 vjeçarin e ardhshëm. Ka një ftesë të hapur, besoj e dini, nuk është nevojë ta përsëris, është bërë nga kryeministri, kryetari i Partisë Socialiste, për të formalizuar koalicionin e ri. Ne kemi një derë të hapur, një ftesë të hapur për alatin tonë në qeverisje. Kemi punuar jo pak bashk, kemi pasur jo pak arritje, kemi ndërmarrë jo pak reforma të guximshme, por natyrisht 3 vite nuk mjaftojnë për të bërë atë që presin gjithë shqiptarët dhe për të kapur kohën e humbur të 25 viteve të një qeverie, të një Shqipërie që natyrisht ka punuar shumë, por nuk ka transformuar jetën e çdo shqiptari ashtu siç ai do ta priste. Nga Korça, ku po inspektonte restaurimin e pazarit të vjetër, Niko Peleshi tha se ky koalicion ka ende shumë punë për të bërë dhe tani nuk është koha për të bërë projeksione për koalicionet.